you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here for... YouTube-it dhe mirë se erdhët. Sot kemi dalë për brunch, diel. Po e presim të dali se nuk ka dalë fix fare aty ku duhet. Vetëm mersi ka dalë pak e kuka dhe më pak këtu. Po presim që të vi kënej poshtë. Po, jemi ullur, e morëm në telefon këtë lokalin që kemi qenë para një muaj. I tham ta rezervojmë një tavolinë, më tha mua është plot, më tha mua për sot, më tha gjithë ditën. Mo jashtë tha, hajde ulur tha. Po sa dush tha se ka vende fraj. Edhe kallkam që i ka këtu. Është ftohtë, unë po mund. Jo, është pak freskët, jo ftohtë. Është sa gradë ishte, no? 10 gradë është okej, nuk është se është në një ftohtë i madh. Sepse është 10 gradë po me diell, edhe ky dielli po më ngros urratën. Edhe do hajm mëngjesin. Schon was trinken oder schaut ihr noch einen Moment? Ja, ich hatte gerne ein Cappuccino, bitte für Ja, trinken. mich ein Espresso und ein Stillwasser. Ja, und dann essen wir. Espresso einfach oder doppelt? Doppelt. Eins aber doppelt. Doppelt? Wir machen da ein Leitungswasser zu. Willst du was aus der Flasche haben oder reicht dir das Leitungswasser? Es reicht. Wenn Ai do ujin që ta sjellim me vete apo e do të pasën me shishe? Jo, vetëm ujin që më sjellin me vete. Nur die Wasser, wenn sie sie bringen. Okay, gerne. Danke. Edhe disi foto njerëz që merr vesh shumë mirë në Gjermani. Unë e marr vesh për zotin. Po këta si merr vesh? Këto, shive. Lokalet që erë si zgjedh, kur shko marrë për shembull thotë du një cappuccino. Ai thon, kumiç apo çumësh lope apo çumësh vegetal? Çumësh lope apo vegetal? Ti se di shqip? Jo, shqip nuk e di. Një cappuccino du, vetëm një cappuccino, më bëhet cappuccino dhe tiki. Çumësh lope, çumësh deli. Apo çumësh dhije. Jo, se nuk vet njëri çumësh lope. Kafe me çfarë thon? Kafe me flavor kafeje apo e do me shije të ëmbël, të athët, apo të athët apo kështu apo ashtu. Një kafe dak. Po jam edhe këtë pyetje, do expressin double apo do expressin? Po një ekspres. Edhe more double, more shot double. Ja më të more vesh çat ta edhe do ta injëjau. Jo më përse. E di si vepron? Si merr vesh çai thonë edhe thotë ja edhe vetëm çai sjell. Jo, jam se double se deep se. Po ti the një ekspres doja, pse thot tash double? Po nga jem ashtin mirë dhe e marr double sepse shive. Unë në Shqipëri kam qef të pi ekspres. E pi gjithmonë ekspres. Edhe nuk e pyet njeri për kaq shumë pyetje. Por kur kam ardhur në Gjermani kam filluar duke dashur më shumë kafe, pak më shumë sasi, jo aq pak sa është ekspresi. Edhe që vëm punë edhe kur dalim kështu ose kur ikëm bëjmë rrugë gjata me makinë që kemi punë larg. Për shembull, kam qef të kem kafe dhe ta pi rrugës. Edhe pranaj kam filluar duke e ndruar tu e marr të Okej, njerën se u push edhe jashtë që kështu, ne do hajmë mëngjesin tash. Cheers. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light?
heart to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, and I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky torn inside. I put it to rest because Qa ke berë? O, zot. Hengër mëngjes edhe erdhëm këtej. Tam po pim një gjatë poshtë, ai bristo që që thonë birst. Qa është? Që të më thoni? Ai bistro. S'po më vjen fjala për qamet. Të pinim një gjatë aty, por A ishte mbyll. po edhe ne bëm lokalin ton. Morëm karriket tona. Ulëm këtu në diell, vetëm na një pije na I mungon. kemi gjithmonë makinë karrike. Edhe sot Andi donte të ulej në përthe. Po është shumë pis, sepse ka shumë rosa, kështu që kam bë kakat. E veta. Edhe thash Andi, po kemi karrike, hajde me marrim karrike dhe morëm dhe jemi ulur këtu. O zot sa po na shijon ky diell, kjo ngrohtësia pranverës, kanë çelë dhe lulet, ka dhe zoq, ka mbyllur gojën, i dëgjoni. E zuri gjumi. Qarabë. Te këshoni kemi marrë karriket 8 euro se cila. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both Kemi ardhur në një Garden Centrum, edhe do marrim lule për balkonin, sepse Garden Centrum janë gjithmonë hapur të dielën. Që kështu po zgjedhim se çfarë do marrim. Por ka vendosur që t'i marr lulet me bimë dhe jo kështu, edhe pse ka lloj-lloj zambakësh, lloj-lloj gjërash, është jashtëzakonisht shumë e madh. Sa nuk e di ku më ka humb Andi. Po më kërkon, po s'po më gjen. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing. Duam lekët burrit sot me gjëra që s'mendonte kurrë vetë se do vinë të targjonte lekë. Ka shumë gjëra që kemi harxuar lekë të burrit sot. Blem lule, o t'ulem qik. Aman t'ullet se I ka bët 30 plus. Edhe lodhet kollaj. Blem 1, 2, 3, 4, 5, 5 lule. Mirë, të balkoni. Morëm këtë që është e bardha, shumë e bukur, qifeni, shumë zys më duk. Morëm një mojito. Këtë zgjodhëm, po. mente, minc. Minc, po. Mente, po jo mente. Si I themi në shqipsar? Mente, po, mente. Morëm këtë. Kjo ka erë shumë të mirë, më pëlqen. Këtë mente në zgjodhëm. Po sa erë vinka tash që lëvizin. Jashtëzakonisht shumë. Morëm edhe rozmarin se nuk kishim. Por morëm, po morëm këtë që është për pjekjen e patateve, që është pak më e butë, jo aq shumë e fortë.
si rozmarin. Edhe këtë lulen. Kjo është luleja ime preferuar, kjo kështu si zile. Po, këta morëm. Edhe këto. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard a man once say, son, you gotta run and run. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Hajde ikim bashk tek puna ime. Nuk do ikim në punë sot, por do iki do bleca vazo për lulet që blem dje. Edhe djel bje shumë keq se bje këtu, që kështu pa e vën këtë kështu, ndoshta na ndihmon mos të bjerë shumë në kamër. Edhe po iki do bleca vazo sepse kam 5, po më duhen edhe 2 që ta plotësoj plot tër pjesën e balkonit. Kush nuk e di, unë punoj te Actioni. Jam një ferkauferin, jam një shitse plus edhe sistemues të raftesh. Por kam qenë në një dyqan tjetër, gjithë këto kohë nuk kam qenë të dyqani ku kam kontratën e punës si Action, por kam qenë në një vend tjetër. Më kam marrë malli të takoj kolegët e mi. Me datë 14, me datë 17 prill bëj fix një vit që punoj tek Action. Është një punë shumë e lehtë, në qoftë se do donit ta provonit, unë ua sugjeroj që të gjithëve. Stafi tek unë është i mrekullueshëm, por edhe te dyqani tjetër ishte shumë i mirë, shumë i kuptueshëm, shumë i tolerueshëm. Dhe kjo gjë më pëlqen, të vinë shumë në ndihmë për gjërat përtitët, për këto gjërat, kështu që mund të duhen. Edhe them jam e kënaqur, edhe pse unë dua një punë që të jetë pak a shumë në fashion. Edhe po e kërkoj në për dyqane rrobash, por që të jem si tip asistente, do më thënë të merrem me këshillimin e klientëve për rrobat, por deri tash s'kam pasur fat, sepse gjermanishtja ime lë goxha për të dëshiruar. Unë jam një bënjësh gjermanisht, është shumë e lehtë që të gjej punë në supermarkete, në për dyqane si Actioni kështu, por që të jem asistente, do më thënë ndihmëse për të kryer proceset është pak më e vështirë sepse më duhet niveli i gjuhës pak më lartë. Por do e zgjidhim akoma avash edhe atë punë. Thash, sot po iki atje, do iki do marrë ca vazo që të rregulloj balkonin, të ta bëjmë bukur gati për pranverë. Po shikoja edhe bileta avioni, me shumë mundësi do iki do flaste puna që të kërkoj dhe leje. Por nuk e kam shefen, e kam me urlop, e kam me pushime dhe nuk e dia mund të më japin përgjigje menaxherat për pushimet, por duhet iki që ta kap se deri në orën 2:30 ishte që kështu. Japim këmbëve, sot në Gjermani është në Dortmund është grev për autobusat, për trenat, për të gjithë, që kështu duhet iki të marr edhe andin nga puna, por të paktën gjellën e kam bërë që dije, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, s'kam për të gatuar sot. Do vi dhe ajtë, sistemoj balkonin, edhe ta bëjmë bukur. Lord, I wish I knew 20 years ago, so before I went blue. Been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad-eyed eyes all along. Super lumtur mi dhan pushimet tek puna një javë në prill. Më ishte ndodhur një katërresë sepse unë kisha kërkuar pushime në shkurt dhe ata nuk më kishin dhënë, edhe unë nuk i kisha BZ se s'më duheshin pushimet në shkurt, i kisha futur kod kur i kisha shkruar dhe isha shumë e lumtur që nuk më dhan. Se po t'i kisha kërkuar unë se plani është bërë që vjet plani pushimeve. Edhe po t'i kisha marrë në shkurt nuk kisha më pushime për vitin. Edhe jam shumë e lumtur që s'mi dha në shkurt, shikoni, diçka më bukur do ikim ja 4 ditë në një shtet tjetër, do ikim të pushojmë, të qetësohemi se jemi lodhur.
Dhe kemi nevojë të shohim një vend tjetër, të hajmë ushqim të mirë, të udhtojmë, të bëjmë. Dhe mora dhe vallëzot që më duheshin, tek puna ime nuk ishte te actioni, vajtaj mora te Wolforthi, mora 3 copë si ato që i kam në shtëpi, mora me një ngjyrë, edhe këta vëthet. Sa ku kisha pa i vën, i kam pas mbajt shumë kur kam qenë adoleshente, kështu të gjatë, kurse tash edhe i kam pasur të çpuar disa herë veshin, kanë mbyllur. Jam rritur tani, kam ajtë për fiksi 3, nuk jam më të për fiksi 1, kur isha atëherë adoleshente, 16, 17, 18. Po edhe 20 e ca, edhe këtu në video kam bërë një piercing bashkë me kunatën të veshje lartë. Por, se hodha na i muhabet në një tjetër, me si po prestiki me pushimet ca ditë me antin, një javë, nuk jemi në plazh, nuk do ikim në vend me det, por do ikim diku paka shumë si kultura gjermane, ku mendoni ju se do ikim? Me si po pres. Long I was you. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Peace, say hello to heaven. Këto janë ato që bleva. Këtë do e përdor vetëm për erza, do e vë aty. Po tjerat? Edhe këto 2 të tjerat, që janë të mëdhaja, do i vendos këtu ku kam vend, e besoj se s'kam më vend për më lule. Se i kam 1, 2, 3, 4, edhe me këto. Kush është ndryshe? Po, ajo është ndryshe se është kështu. Edhe këto. Këto morëm, edhe dheu që e patë dje. Po, edhe do t'i rregullojmë. Po, e kemi bu balkonin aq shumë pis, mund ta tregosh historinë tash i falset. Sepse nuk kemi kështu deke, nuk kemi tavan këtu sipër, ne dhe na bishirun çdo gjë dhe ne ndihmër gati nuk dalim fare. Po, edhe sepse nuk e kemi të mbulumsi. E përveç se nuk dalim, hedhim edhe tërë plerat që s'kemi ku i hedhim këtu. Sepse ne kemi shumë probleme me kartonat. Po, dhe kartonat tona pastrojnë 1-2 javë, edhe ato mushen për herë fund. Edhe këtu është po shijoni kartonat. Lagja jonë ka shumë njerëz që porosisën online. Me vërtet. Po fshir me mua. Tamam. Hey you, I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running to you. Pak njerëzve si ke bërë shkollë për këtë mbau. Njerëz kam bën një shkollë në Shqipëri për para se marrin në Gjermani fatikisht bona thash ta kem se nuk i dihet. E kam bërë për kopshtar edhe për bojaxhi. Edhe je dështimre të dyja. Dështim maksimal. Edhe kështu njerëz domethënë, edhe për bojaxhi edhe për kopshtar edhe s'jam kërkun nga të dyja krahët, nuk marr vesh kërkun. Hapi çik ato. Po. Hapi lulet a njëra tjetër, zhardokët. Po. Si këto? Jam ngru ato, jo. Po, dhe zhardokët. I dik me shkrejt poshtë. Okej, shkrejt poshtë. Si ta mësoja, i lulet me zhardokë si mbillen. Po gru. Se kopshtar ke berë, lulesh. Po bra. Kam një muj që them kopshtin. Balkonin nuk e mbaruam, sepse... Jo, e mbaruam, po Glim dhe 2 lule dhe do t'ja shtojmë nesër. Po, edhe të bëjmë dhe rregullimet e fundit me pastrime me gjëra. Po, janë 2 lule që bëjmë. I zjodhi Andi këto, nga qjetë të revja. Në, ti ke zjetë të dyja. Se që do jetë? U bone pishman të shi dhe thunë, përse u bone pishman së pëlqenë mongë dhe thunë që i zjodhi Andi. Janë kështu. Kështu, me ngjyra. Ne i duam gjërat me ngjyra në balkon, që të na duket sikur ka ngjyra kot. Po. Tash nisim nga tashi kemi bler. Bleva unë, kjo është për mua. Për ne, s'është për mua, ja sigur. Listerin për dhëmbët. Unë se përdor po Andi. Edhe ishte në ekstrem. Sa ishte se Sa mendon ti? Nuk e di, nuk e pash.
Nuk ta them se po të bit fike ta masë. 9 euro ka qenë. Unë shoh online dhe më jep. 6.25 më dhe. Dhe këta morëm për na. Një sapun dovë, se një sapun nuk është kurrë i tepër, tu nuk kam qef kur laj me sapun, më duket sikur më le pastër. Sneku preferuar i Andit. Po. Edhe jo kemi na. Edhe 2 shampo si këto i morëm për vete syze. Këtë shampon, Head and Shoulder, se Andi lahet me Head and Shoulder dhe nuk ndërron me asnjë gjë në botë. Po, ka këto janë, se këto tjerët janë blem për mamën. Për mama vjerën, për vjerën time. Por një shampo trupi. Ato nuk i përdorim, sepse përdorin sapuna, por unë e mora gjithsesi se vinte erë shumë e mirë. Morëm 2 sapuna sa ato 2 sete dovë. Kjo kamera ne që ka diell bie kështu. Këto kanë aromë shumë fantastike. Këtë morëm për babën. Çfarë shampo jete? Për kallot e këmbës, sepse vuana kallot, edhe i morëm këtë kremin, thoshin që është i mirë edhe është intensiv dhe bën punë. I mora mamit të Andit, vjerrës time, këtë na Tesoro d'Orienti. Ta bëjmë 19 vjeç. Është scrub për trupin, sepse më tha herën e fundit që ishe, jeshtë bërë si strawberry lëkura, kështu me keni parasysh si strawberry si e thatë, edhe scrub i bën shumë mirë dhe ky Tesoro d'Orienti ka një aromë, po zot s'kam të ngopur. Sa e mirë. Do ishte t'i marrë Andi nesër edhe shampot e kokës, sepse nuk kishte si që i donte ajo këtu. Që shumë nuk i morëm edhe ca. Kjo është për grunje, ti e morë për vete? Po. I morëm edhe ca. A se bëjë shumë e dorë? Tav e thjeshtë. Edhe kjo është për mu. Kështë da një re? Old Spice, si e kare. Old Spice. Kjo e Andi. Kurse i morëm, edhe po thoja se u fik kamera, i morëm këtë, i morëm repa, i morëm borzilok, i morëm shalqi, i morëm dhe greenkål, kjo salata jeshile ose kale që që temi në Shqip. Ajo i ka shumë qef këto gjerat për kopshin e gjithmonë thot kur shikni fara, mi merrni, nuk dija që t'i bjerë shamë. Edhe pse hajnë pula, po, se ka pula, kam pula. Nuk dija që t'i zgjith që atë tjera, edhe thash po i marrë këto, si fillim, t'i provojmë njëra bëjmë punë. Edhe Andi do i ki tha nesër. Edhe unë ca nesër, ca gjona, Kërosmani, se nuk kishim edhe të të njësë pako nesër mas dita. Edhe gjithmonë, se mami im për shembull i çon shumë gjëra reja, ai që ka gocë. Ka goca, kurse mami Andi ka vetëm 2 çuna, edhe vishet kështu me tuta sportive, me kështu si mam çunash. Edhe po shikoja një meme online e këbërësish është ajo te Simpson, që është ajo mami me flokët blu dhe thot she was, edhe ajo ishte dikur një vajzë e re që kishte ëndra, edhe kështu ajo është që fotoa më emocionuese për prindë, që janë kështu. Këpërësish si që janë Si romantizor gruaja gjona. Po jo, si që janë unë e re, kam qef të kem gjera, edhe ajo ka qef edhe kështu. Edhe mundohuni që t'i bëni të lumtur. Do mami. Me sa të keni mundësi. Edhe me kaq, ne po e mbyllim këtë vlogun, shpresoj të jeni kënaqur, edhe patrim një pranverë sa më të mbarë, duke qenë se jemi zyrtarisht në stilën e pranverës. Një javë shumë bukur edhe. Pafshim, të takohemi të shtunën, edhe bëni njerëzit që doni sa më shumë të lumtur, me çfarë të keni mundësi. Të gjithë njerëzit vlerësojnë sa do pak që ju bëni, vlerësojnë mundimin. Që kështu, mirupafshim, edhe duini vjerrat. Go vjerra. Go vjerra.